ka një aks midis Teheranit, pra kryeqytetit Iranit dhe Moskës, pra Moska është ofruar Putinit për të bërë një ndërmjetësi paqëtuese midis Izraelit dhe Iranit, por mos harrojmë që Rusia i ka borxhe Iranit sepse 78% të dronëve ja ka marrë, do thonë se thosh që ka blerë apo ja ka marrë apo i ka marrë nga Irani, apo. Dhe kështu që roli rus nuk ka, i ka paguar të gjitha. I ka paguar gjitha. Pra që marrëdhënia shit blerë, s'ka detyrim me thua ti. Pra kur jenë luftë dhe kur ke nevojë për një pushkë, ai që ta shet pushkën me çmimin e tregut, nuk ka bërë një nder thua ti. Jo. To dronët share. Jo, ta ka bërë me nder kur jep në konto. Me çka ka paguar, me para apo me nafta apo me gaz, se këto janë të pasur vetë. Me patligjane, se janë shumë të mira ato që vinë nga Irani për shembull. Me patligjane.